إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën agjerimi i disa ditëve të preferuara. Vëllezër të dashur, Allahu xhelleshanuhu ka caktuar fjalë, ka caktuar vepra që nëpërmes tyre ai neve na ngrit vlerat, na fal mëkatet, na jep mirësi, begati, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Nga veprat jashtëzakonisht të dashura, të shpërblyera, nga ana Allahut xhelleshanuhu që ne t'i veprojmë dhe për to jep jashtëzakonisht mirësi, begati të shumta, është edhe agjerimi. Këtë më së miri na sqaron hadithi pejgamberit sallallahu ku thot, transmeton Ebi Hurajra radiallahu anhu, thot Ebi Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, se i ka thënë pejgamberi alaihi salam, qala Allahu taala, duke transmetuar në hadith kutsi nga Allahu i lartësuar, kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam. Çdo punë e bijve të Ademit është për ta përveç agjerimit. Fa innahu li wa najzi bihi. Agjerimi është i imi dhe unë shpërblej për të. Që do të thot, gjitha punët tona të mira e kanë të caktuar sa shpërblime. E vetmja punë, e vetmja vepër është agjerimi që nuk e ka të caktuar. E vetmja. Aq shumë jep Allahu, sa që nuk jep për asnjë vepër tjetër siç jep për agjerimin. Allahu i lartësuar një muaj e bëri obligim agjerimin, pra muajin e Ramazanit. Mirë po, Allahu i lartësuar do nga ne që ta madhërojmë, adhurojmë Allahun me agjerim edhe jashta muajit të Ramazanit. Dhe ai Allahu preferon për ne që ne në bazë të mundësive të agjerojmë ditave hëna dhe ditave ejnëte. Çdo të hënë dhe çdo të ejnëte. Kush ka mundësi e preferon. Çfarë thot pejgamberi sa për këtë? Tu'radul a'malu yawm al-ithnain wal-khamis. Ngriten vlerat e Allahu çdo ditë të hënë dhe çdo ditë të ejnëte. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im, dhe du që të paraqitet, ngritet vepra ime duke qenë agjerueshëm. Pra direkt Allahu kërkon, preferon nga ne që në pas mundësisë të agjerohet e hëna dhe e ejntja. A shpërblimin e murëm vesh se sa ishte. Shpërblim që nuk shpërblen për asnjë vepër, sikur se shpërblen për agjerimin. Po ashtu, kohë tjetër apo ditë tjera të preferuara nga Allahu xhelleshanuhu për agjerim është edhe dita e 13, 14 dhe 15 të çdo muaji hënor. Ndryshe quhen edhe ditët e bardha. Çfarë thot pejgamberi sa për këto? Thot ja Eba Dherr, e mësonte Eba Dherrin shokun e tij dhe i thoshte: idha sumte min ash-shahri 3 ayyam. Nëse agjeron për çdo muaj 3 ditë, nuk agjeron
tonë e tente, po agjeron vetëm 3 ditë. Atëherë, çfarë të bëj? Tha, fesum 13 wa 14 wa 15. Atëherë tha agjerohe ditën e 13, 14 dhe 15 të çdo muaji, ndryshe që quhen edhe ditët e bardha. Ndërsa shpërblimin e përsëris e pam. Agjerimi është nga veprat që Allahu i shpërblen më shumë nga të gjitha veprat tjera. Lusë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na mundsoj neve ja Allah, mundsova fëmijëve tonë, o Zoti i gjithësisë, mundsova gjithë besimtarëve musliman të bëjnë sa më shumë vepra të mira e në veçanti të edukojmë veten tonë që pak më tepër të agjerojmë qofshin të hënave apo tenteve apo të paktën 3 muaj, 3 ditë brenda muajit. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.